Valentin Manasievski, antari Komitetit Qendror të VMRO-DPMN-s, ka reaguar me kritika të ashpra ndaj LSDM-s dhe liderit të saj Venko Filipçe. Ai deklaroi se LSDM paraqitet si një opsion pro-evropian, por sipas tij, gjithçka që thon vazhdimisht përgënjeshtrohet nga institucionet evropiane ose nga eurodeputetët. Manasievski theksoi se opsioni pro-evropian është një etiket që LSDM dhe Venko Filipçe ia vendosin vetes vetëm për të dhënë justifikime të rreme, ku siç thot ai, për të gjitha tradhtit kombëtare që i bën gjatë kohës sa ishin në pushtet. Gjithashtu edhe gënjeshtra që përhapën për deklaratën e eurodeputetit dhe raportuesit për Maqedoninë në Parlamentin Evropian, zoti Thomas Vajps, për të cilën ai vetëm një herë reagoi dhe përgënjeshtroi, përfundoi se Maqedonia ka përparim të madh në agjendën reformuese, të mos e harrojmë panikun, kaosin dhe histerinë që përhapën për fondet nga programi IPARD, e cila gjithashtu u përgënjeshtrua në njoftim nga Komisioni Evropian. Manasievski pretendon se Venko Filipçe flet për interesa kombëtare, kurse bashkëpartiaku i tij dhe antari i IOS, Rubin Zemon, i cili ishte pjesë e strukturës qeverisëse gjatë kohës së Zoran Zaevit, sipas tij kanë deklaruar publikisht se Goce Delçev është i parëndësishëm dhe një mit. Ai po ashtu shtoi duke thënë se LSDM në udhëheqjen e Venko Filipçes është i njëjti LSDM si ai në udhëheqjen e Zoran Zaevit.